تتقطع وسيوفنا من نبضهم تتقطع جاهد بنفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falëndërimi dhe lavdërimi takon vetëm Allahu subhanahu wa taala. Atë falenderojmë edhe vetëm prej tij na ndihmë dhe falje kërkojmë. Dërsa salavatet edhe selamet ja dërgojmë zotërisë së pejgamberëve Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij fisnike, shokëve të tij besnik edhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin edhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Transmetohet në hadithin e Aishës radhiyallahu anha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad." Kush bën diçka për të cilën na nuk kena urdhnu, vetëm se ajo vepër është e refuzuar. Kush flet diçka për të cilën na nuk kemi urdhnu, edhe nuk është në përputhje me sunetin tëm, vetëm se ajo vepër është e refuzuar. Men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Kush e bën një vepër për të cilën na nuk kena urdhnuar to, edhe nuk është në përputhje me sunetin ton, vetëm se ajo vepër është e refuzuar, sa do me vlerë të jetë ajo. Sa do vepër e madhe të jetë ajo, nëse nuk është në përputhje me atë, se çka ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vetëm se ajo është për veprave të refuzuara. Fa kullu amalin laysa alayhi amru Allahi wa rasulihi fa huwa mardudun ala sahibihi. Çdo vepër të cilën mundet me e bë robi, për të cilën vepër nuk gjen argument në librin e Allahut subhanahu wa taala, as nuk gjen argument në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ajo vepër vetëm se i kthehet robit, vetëm se i kthehet vepruesit sojna, edhe nuk ngrihet edhe nuk pranohet te Allahu subhanahu wa taala. Prandaj dietarët kur e kujtojnë këtë hadith, kur flasin rreth këtij hadithi, ata thonë se është prej haditheve më me vlerë në fenë islame. Është prej haditheve më të mëdha në fenë islame. Padyshim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam neve na ka dhënë hadithe të shumta, edhe secili ka vlerën e vet, edhe secili hadith ka pozitën e vet. Por se dietar kur kanë folur për hadithet, edhe kanë vazhduar me i komentu hadithet, edhe me i rendit ato në bazë të kapitujve të ndryshëm, në bazë të adhurimeve të ndryshme në islam, ato hadithe vetëm se disa i kanë klasifikuar. Hadithi për dhikrin e kanë përmendur se cili është hadithi më i mirë rreth dhikrave. Hadithi rreth vlerës namazit e kanë vërdit cili është hadithi më i mirë rreth vlerës namazit. Hadithi rreth sadakas, hadithi rreth haxhit e kështu me radhë. Nëse kur flasim për hadithet në vlerë, rreth veprave që i bën robi, rreth punëve, adhurimeve që i bën robi ndaj Allahut subhanahu wa taala, këtë hadith të cilën e përmendëm e llogaritin edhe e vlerësojnë si një prej haditheve më me vlerë pas hadithit innamal a'malu binniyat. Padyshim se veprat pranohen sipas qëllimit që i ka robi. Disa prej dietarëve kur i kujtojnë këto dy hadithe, kur i përmendin këto dy hadithe, hadithi që e transmeton Omeri radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, çdo vepër pranohet te robi sipas qëllimit që e ka. Edhe çdo vepër të cilën e bën robi, ngritet për me bë, ajo pranohet te Allahu subhanahu wa taala me qëllimin të cilën ti e ke. A e ke me qëllim me ngrit te Allahu, ajo ashtu pranohet, apo e ke me qëllim me ngrit në dunja, edhe ajo do të pranohet. Edhe thonë për këtë hadith innamal a'malu binniyat fa innahu nisfu ad-din. Ajo është gjysma e fesë. Hadithi innamal a'malu binniyat është gjysma e fesë, të cilën feja Allahu subhanahu wa taala e ka zbrit tek ne, edhe me cilën fe ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pas kësajna thoi se gjysma tjetër e fejes është hadithi men amila amalan laysa amruna fi fa huwa rad. Kush e bën një vepër për cilën na nuk kena dhënë urdhër të, vepër për cilën na nuk është për sunet, nuk është në përputhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam,
vetëm se ajo është vepër e refuzuar. Çka na japin me kuptu neve këto dy hadithe? Këto dy hadithe na bëjnë me kuptu se ajo se çka i ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rëndësi të madhe. Ajo se çka i ka dhënë Allah subhanahu wa taala rëndësi të madhe në jetën e besimtarit është vepra se për çka i bën ai. Vepra se si i drejtohet ai Allah subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Padyshim se veprat e tua që i bën ti, namazi jot, sadakaja jote, zakati jot, haxhi të cilin e bën, umrën të cilin ti e bën, urdhërimi për të mirë, ndalimi nga e keqja, këtë davet të cilin e bujna, i cili prej neve në mënyrën e vet, pranohet Allah subhanahu wa taala veç me qëllimin të cilin ti e kije. Nëse e zgat namaz, një të fal namaz me qëllim që na thon tjetër filani din shumë Kur'an, kjo pranohet në qëllim, përse kjo është për rias, kjo është për syfacis, që e përmendi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith se kur e përmendi rria, thanë, wa ma rria ja Rasulullah, e çka është syfacia e dërguar i Allah, tha kur do njëri prej juve është duke fal namaz edhe hen dikush në dhomë, edhe ai vazhdon me zbukuru namazin, kjo vetëm se është për syfacis. Edhe kjo vetëm se është për shirku të vogël të cilin e bën robi. Ose ai bën një sadaka me qëllimin që me ngritë tjetër edhe me thonë se filani shumë bujar, patyshim se kjo do të pranohet me qëllim të cilin ti e kije. Edhe kjo hyn në çdo vepër të cilin e bën robi. Pastaj hadithi i dytë flet për ato të cilën ndalën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, flet rreth bidatave, se çdo vepër të cilën e bën ti mundesh me mendu një vepër e cila është e mirë, ti mundesh me mendu një vepër që kanë dobi të tjerë për sajna. Sa do dobi të kenë tjerë për sajna? Sa do vlerë të madhe të kenë njerëzit prej asaj vepre të cilën ti e bën? Nëse ajo vepër nuk është në përputhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose nuk është në përputhje me atë se çka ka urdhëruar Allah subhanahu wa taala në Kur'an, vetëm se ajo është për veprave të refuzuara. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dietar kur flasin rreth bidatave, thonë se nuk duhet besimtari me e pasu asnjë bidat, për shkak se fillim kur ka dol bidati, kur kanë filluar njerëzit me praktikuar bidat, ata kanë nisë në jetën se kjo ka më u dobi njerëzve, kjo ka më kon në smirën e njerëzve, por sa ajo nuk është në përputhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ti vetëm se e ki thon jetën tonë të përditshme, sa so bidatin e din ti, edhe në popull flitet mirë për to. Sa bidatin e bojnë sot njerëzit për muslimanëve, edhe në popull flitet se është e mirë, është diçka e mirë, po mbledh dhe krejt, të bojnë krejt, të veprojnë krejt. Por nëse nuk gjen hadith për atë vepër, nëse nuk gjen ajet për atë vepër, ajo vetëm se është e refuzuar edhe nuk pranohet te Allah subhanahu wa taala. Prandaj tha Allahu në Kur'an: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Padyshim se sot në ditën e Arafatit kur ke pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Arafat, në ditën më të mirë, në vendin më të shenjtë, në vendin më të mirë, në kohën e haxhit, në kohën më të mirë që Allah subhanahu wa taala ka krijuar në kohën e Arafatit, momentin më të mirë, ditë e xhumë ka qenë ajo ditë e vlefshme te Allah subhanahu wa taala, Allahu e zbrat këtë ajet: "El-yawma akmaltu lakum dinakum." Padyshim se sot unë ja kam plotsuar juve fejen e juve. Wa atmamtu alaykum ni'mati, edhe kom përmbush mirësinë tënde ndaj juve. Wa raditu lakum al-islam dina, edhe jam i kënaqur që e kam zgjedhur për juve islamin si fe. E kam zgjedhur për juve islamin si fe. Prandaj me këtë ajet të cilën e kemi përmendur dersën e kaluar, vetëm se ka marrë fund çdo sent që Allah subhanahu wa taala ka zbritur tek njerëzit. Çdo sent që cilë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe çdo sent që Allah e ka zbritur në Kur'an, vetëm se ka marrë fund. Pse? Sepse Allahu vetëm se e ka plotsuar fejen tonë. Prandaj çdo vepër të cilën ti mundesh me e bë, duke menduar se ajo është e mirë, por se nuk gjen ajet, edhe nuk gjen hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vetëm se ajo është e refuzuar. Prandaj dobi të them në dhir, tarakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ta'ir yuqallibu janahihi fil hawa illa wa huwa yudhakkiruna minhu ilma. Padyshim se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se nuk ka zog i cili fluturon qiell. I cili fluturon qiell edhe vetëm se ai zog, vetëm se ai i librit krahët e tina, vetëm se ka me kujtu Allah subhanahu wa taala me asaj ka dituri ai. Vetëm se ka me bëu dhikr Allah subhanahu wa taala me asaj ka dituri ai. Prandaj prej dobive të cilat na mundna me nxjerr. Rreth këtij hadithi dhe ajetit që ne përmend autori i librit është se
çdo vepër sado që na mundohemi, nuk mundna me e kalu më shumë se sa ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk mundna me vepru diçka e cila ka dobi më shumë se sa ajo se çka ka zbritur Allah subhanahu wa taala në Kur'an. Prandaj thotë: "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah." Më i miri është ai i cili e përmirëson fenë e tina, është i sinqert në fenë Allah subhanahu wa taala, edhe drejton fytyrën e tij ka Allah wa huwa muslimun wattaba'a millata Ibrahim, edhe ai është i sinqert. Edhe ai është për atyre të cilët bëjnë vepra të mira, edhe e pastron fenë e Ibrahimit, fenë e pastërt. Cila ka feja e Ibrahimit, feja e pastërt? Feja e Ibrahimit, feja e pastërt është ajo fe për të cilës je i larguar prej çdo shirku, edhe çdo rrugë e cila të çon shirk. Mimman aslama wajhahu lillah, yani do thotë ai i cili e drejton fytyrën e tij prej Allah subhanahu wa taala, do thotë i cili bëhet i sinqert në këtë fe, edhe vepron çdo vepër të cilën e bën në këtë fe, e bën me sinqeritet, wa huwa muhsin, yani muttabi'un li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ai është prej atyre të cilët bëjnë vepër mirë, autori thotë se është prej atyre të cilët janë pasues të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj në hadithin e Abu Hurairës radhiyallahu anhu ku thotë se kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba. Krejt ummeti jam, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, krejt populli i ummetit tëm kanë me hyrje në xhennet. Edhe do të jenë prej banorëve të xhennetit illa man aba, përveç atina i cili ka refuzuar. Wa man aba ya Rasulullah, e kush refuzon i dërguari i Allahut, man atani dakhala al-janna wa man asani dakhala an-nar. Kush më bindet mua, vetëm se ka më kohë për atyre të cilët do të hyjnë në xhennet, edhe kush më refuzon mua, vetëm se do të jetë për banorëve të zjarrit. Prandaj thot Allah subhanahu wa taala në Kur'an, me këtë Ibn Ajemi thotë se me këtë ajet të cilën do ta përmendim tash, Allah subhanahu wa taala vetëm se e bën obligim bindjen ndaj sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Men yuti ar-rasula faqad ata Allah. Kush i bindet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai vetëm se i është bind Allah subhanahu wa taala. Kush i bindet sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai vetëm se ju ka bind edhe Allah subhanahu wa taala. Prandaj në disa ajete në Kur'an e shohim se ku Allah subhanahu wa taala thotë se kush i bie pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ju ka bind edhe Allah. Kush e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, vetëm se këtë e don edhe Allahu. Me këtë na jep me kuptues sipas Ibn ku thotë se na jep me kuptues se Allah subhanahu wa taala e ka bue farz, e ka bue vajib për çdo musliman dhe muslimane, i madh edhe i vogël. Obligim e ka bue pasimin e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj çdo hadith i cili ka ardhur, çdo porosi, çdo mesazh që cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pru tek ne, na vetëm se jemi të obliguar me pasu në ta. Edhe kush e refuzon atë hadith, ose kush e moron atë hadith, vetëm se do të jetë për atyre që Allah subhanahu wa taala ka më bërë këto për banorët të zjarrit. Sepse thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Man atani dakhala al-janna." Kush më bindet mua, çka do të thotë me këto? Çka do të thotë kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Man atani dakhala al-janna", kush më bindet mua vetëm se është për banorët të xhennetit, kur ti vazhdon edhe çdo sunet, çdo hadith, çdo fjalë, çdo vepër të cilën e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vazhdon me vepruar edhe ti. Por kjo nuk do të thotë kështu. E ka edhe kuptimin tjetër. Nëse ti vazhdon me qenë prej atyre që ndonjë sunet nuk mundesh me praktikuar, sepse ne ka shumë sunete ndoshta edhe nuk i dina hiç. Ka shumë mesazhe që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thonë, ka shumë vepra që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka bërë, ka shumë isharete, shenja që pejgamberi i ka lënë, edhe ne ndoshta nuk i dina, pse se mendja dituria jonë është e pak. Na jena të varfër në dituri, edhe halon ndoshta nuk kena arrit me i lexuar ato hadithe. Por se bindje ndaj teje e plot është kur ti e thua vetën tënde. Edhe e thua me zemrën tënde se me çdo sa që ka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, unë vetëm se e pranoj edhe do ta pasoj. Wa man asani dakhala an-nar. Edhe kush më refuzon mua, vetëm se do të jetë për banorët të zjarrit. Si është ajo? Si e mohon robi hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur ti e din një hadith, përveç se nuk e vepron, ndoshta është prej mosmundësisë sonde me vepru ato. Por se thotë Omer ibn Hatabi se nuk ka lënë ndonjë thënie, nuk ndonjë hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, vetëm se një herë gjatë jetës së e kam praktikuar ato. Mjafton me kaq. Nëse vetëm një hadith se një din, mundohesh veç një herë gjatë jetës tonë me praktiku këtë hadith,
mjafton si bindje ndaj sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por si është refuzimi ndaj sunetit të tina? Refuzimi ndaj sunetit të tina është kur ti e mohon ato edhe me gojën tonë dhe naudhu billah, dhe kjo është prej kufrit të cilin e bën ti. Ka thënë pejgamberi sa në për suneteve të cilën na ka urdhëruar me bu, edhe ti vazhdon edhe ato me mohu me gjuhën tonë. Kjo është prej veprave të kufrit. Ose përveç me gjuhën tonë vazhdon me mohu ato me veprat e tua. Ka për atyre që përveç se e mohojnë me vepra vazhdon edhe me fol keq kundër sojna. Allah mos na bëf për tyre. Shembull i thjesht është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bue fardh për çdo musliman me post mjekën. Me post sunetin e tina. Disa prej dietarëve thonë se edhe mjekra është edhe prej fitrës të cilën Allah subhanahu wa taala ka bue fitr për çdo burr musliman, që me post mjekën edhe më ditë me udallue burrat në hadithin e Aishës ku tha Aisha radhiyallahu anha se Allah subhanahu wa taala i ka zbukuruar burrat në mjekrat e tyre. Edhe ka shumë prej njerëzve përveç se nuk e veprojnë, nëse nuk e veprojnë për ndonjë arsye të cilën ata e kanë, ku sheriati, ku Kurani i arsyeton ata, nuk kena se çka me ful diçka tjetër, por se ka për tyre që e mohojnë këtë sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka për tyre që vazhdojnë edhe mutall me këtë sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu mos na bëf për tyre dhe Allahu i uzoft ata të cilët vazhdojnë me mutall me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse nuk është mundësia jote me qenë për atyre që e kanë në sunet, në fytyrën e tyre, në dukjen e tyre, andaj mos të bëj për atyre që vazhdojnë me mutall me këtë, edhe mos të bëj për atyre që vazhdojnë edhe me keq, edhe me refuzuar këtë sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj wa ta'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takunu bi ta'ati awamirihi. Çish është bindje ndaj urdhrave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është kur ti vazhdon edhe me plotësu sunetet të cilat ai i kalon në mesazhin të cilin ai e kalon tek ne. Prandaj ai i cili e mohon sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose ai i cili refuzon sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a është veç gjunaqar i madh, apo është për atyre të cilët vetëm se kanë bërë kufër në fenë Allah subhanahu wa taala, ai i cili vazhdon me udhëtall me ndonjë sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai i cili vazhdon me mohuar me gjuhën e tij edhe me veprat e tij ndonjë sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vetëm se kjo vepër sipas Hafidh ibn Hajarit është për veprave që e çojnë robin në kufër, e cili kufër ndoshta ndonjëherë mundet me qenë edhe kufër që nxjerr këto prej fejes edhe nxjerr këto milë Allahu na ruaj persona. Prandaj në hadithin tjetër ku përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në hadithin e Ibn Abbas ku thotë Ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala abghadu an-nas ila Allah thalatha. Tre grupe për njerëzve të Allah subhanahu wa taala, vetëm se Allahu i ka urrejt këta persona. E para është një person i cili vazhdon me bëj gjinohet mëdha në Mekë, në Haram, në çabën e bekuar. Vazhdon me mohu Allah subhanahu wa taala aty, edhe vazhdon me bëj gjinohet mëdha duke qenë në Mekë. E tjetra është kur vazhdon një person u mubtaghi fil islam sunnet al-jahiliye, edhe dëshiron me pranoj islamin duke vazhduar dhe duke praktikuar sunetet, duke i bë traditat e jahilietit. Edhe tjetra kur një person dëshiron me kërkon gjakun e një muslimani tjetër, edhe e bën halal gjakun e një muslimani tjetër. Në këtë hadith Ibn Taymija thotë se ky person i cili vazhdon me pranoj islamin edhe vazhdon me vepruar në islam me traditat të jahilietit, me traditat të Irakut, ky vetëm se është për atyre që Allah subhanahu wa taala vetëm se i ka urrejt këta njerëz, edhe me këta njerëz do ta nisë zjarrin e xhenit. Prandaj tha Allah fasawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuna wa yuhibbuna. Prandaj urrejtja është pejësia të Allah subhanahu wa taala. E kundër të urrejtjes është dashuria që Allah subhanahu wa taala e ka për robërit e tina. Ku thot në Kur'an, Allah subhanahu wa taala ka me pru një popull që Allah ka me i dash ata, edhe ata kanë me dash Allah subhanahu wa taala. Me këtë ajet Allah na tregon se dashuria është pejësia të Allah subhanahu wa taala. Wa qawlu ta'ala inna Allah yuhibbul muttaqin. Pastaj fjala Allah subhanahu wa taala se Allahu i don ata të cilët janë të devotshëm. Pas edhe në këtë ajet Allah subhanahu wa taala tregon se dashuria që thënë ka Allah është pejësia e tina. Dhe sa në fjallë kërë përnë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe një person i cili vazhdon me bëj gjinohe në haram duke qenë, është fjalla vetëm në Mekë edhe në Medinë, në dy vendet e shenjta ku i ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse një person vazhdon me bëj gjinohe të mëdha në këtë vend, ai vetëm se është prej atyre të cilët Allah subhanahu vetëm se i ka urrejtur në këtë hadith që përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Man yurid fihi bil ilhad", Allah përmend se kush dëshiron me uçu edhe me bëu diçka për gjinohet të mëdha në Mekë apo në Medinë,
nudhikhu min adhabin alim, na vetëm se kena me bo që ai me shiju diçka prej gjinohëve dhe prej adhabit, prej asaj torturës që Allah subhanahu wa taala ka me torturuar këtë person, edhe ka me dënu këtë person me një dënim të tmerrshëm. Prandaj në këtë fshin e këtij ajeti vetëm se dietarët që të cilët mirë me komentimin e Kuranit thonë se ky është prej ajeteve të cilat Allah subhanahu wa taala argumenton ku ai person I cili vazhdon me mohu Allahun, edhe me mohu sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është për persona më të urrëtur, sidomos nëse ky person është për atyre që këtë mohim e bën duke qenë në Mekë apo duke qenë në Medinë, duke qenë në Qabe apo duke qenë në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj faqulu hadha hadith mubtagun, ai I cili vazhdon me pranu Islamin, duke bëu vepra të xahilitit, thot vetëm se kjo është diçka edhe shumë e pashme në vendin tonë, ku njerëz vazhdojnë me çimi thon vetes musliman, por se atojnë edhe me bëu disa tradita të xahilitit që kanë atje. I thonë vetes musliman, edhe po falmi namaz edhe për adhurimin Allahut subhanahu wa taala, por se në anën tjetër vazhdojnë edhe me I bëu shumë tradita që janë në kundërshtim me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allah na ruaj kësaj. Prandaj ajo se çka na duhet me kërku prej Allahut është Allahu subhanahu wa taala me na udhëzon në rrugën e tij në drejt, me na udhëzon në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne lutim Allahu subhanahu wa taala që Allahu mos na mor neve shpirtin ndryshe vetëm se duke qenë besimtar në fenë e tij. Ne lutim Allahu subhanahu wa taala që më na forcon në fenë e tij dhe më na forcon në menhejin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'una wa ana khalfa wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.